Me rastin e shënimit të ditës së veteranit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-s ka bërë homazh në kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz, që siç e quajti kryetari i OVL UÇK-s, Hysni Gucati, vendi i shkëndijave të para të luftës. Por Gucati ka thënë se në këtë ditë nuk dihen edhe aq të lirë, mbi arsyen se institucionet e Republikës së Kosovës nuk e kanë miratuar ligjin për vlerat e luftës. Mu këtë vend ku jena sot, para 34 vite, kanë qenë shkëndijat e para të lirisë, edhe mund të them luftës së parë frontale, mbasi Shaban me dy djemt, me Hamzën dhe Ademin dhe rrethi i tina, i gjerë, Jashajt u përballën me forcat çetnike paramilitare serbe që luftuan për ditën e Zotit, dhe ne sot si veteranë nuk e ndijmë veten as të lirë për arsye se ende kemi problem me institucionet tona, ku ligji për vlerat e luftës nuk është bërë ende. Kjo festë u konsiderua e mangët edhe mbi faktin se ish-krerët e UÇK-s Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi e Recep Selimi po mbahen padrejtisht në paraburgimin në Hag, tashte më shumë se 5 vjet. Këtë festë që festojmë sot e kemi të mangë për arsye se ne kemi njerëzit të cilët kanë ndërtuar luftën pa që në qendrat e paraburgimit në Hag, ku kjo festë sot është e mangë pa ata njerëz të cilët luftuan për vendin tonë. Kështu që unë në emrin tim dhe në emrin gjithë punështorëve këtu do t'ia uroj ditën e veteranit mas pari familjes të dëshmorëve, invalidëve dhe veteranëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Homazhe përkujtimore do të organizohen edhe në lokacione të tjera anë mban Kosovës nga degët e OVL UÇK-s në secilin qytet.